World Cup në RTK Radio. Përshëndetje të nderuar dëgjues, dashamirë të sportit, po fillojmë edhe me një emision të radhës special që ja kushtojmë drejt për drejt dhe ekskluzivisht kampionatit botror të futbollit që tashmë është në fazën përfundimtare të saj. Sonte do të nisë seria gjysma finale e kampionatit botror me ndeshjen Francë-Spanjë që do të fillojë prej orës 21, kurse nesër do të jetë në program takimi tjetër në mes të Anglisë dhe Argjentinës. Sigurisht një kampionat voluminoz me 104 ndeshje të zhvilluara me 48 kombëtare të cilat ishin ndarë në 12 grupe dhe për herë të parë kampionati botror u mbajt në 3 shtete. Pra me një performancë të jashtëzakonshme të shumë kombëtarëve, me shumë befasi, me shumë gjëra të tjera të cilat i kemi diskutuar në emisionet tona vazhdimisht. E natyrisht sot do të vazhdojmë me 2 panelistë të tjerë të jashtëzakonshëm, panelistë të cilët vinë nga Skënderaj, një qytet që po ashtu i ka dhënë shumë futbollit edhe sportit në përgjithësi. Në krahun tim të djathtë jam shumë i nderuar që sot kemi të ftuar trajnerin e menjor Tahir Lushtaku. Zoti Lushtaku, mirë se erdhët në shtëpinë tuaj. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Të gjithë mysafirëve i them, apo ju pëlqen studio? Ambienti i mirë. Veç inshallah shohim sonte futboll të mirë gjysmë finale. Patjetër. Në krahun tim të majt është Hilmi Veliu, i njohur si Hilli, fotoreporteri ynë i mirënjohur. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Po pikërisht shtëpia ime ju mësua gjithnjëte e dini jemi së bashkë pe mujtë të thënë pas lufte kur ka qenë ndjeri mund sa përmendi Milajm Krasniqi me zërin e tij radiofonik ku asnjëherë nuk u miqet për mendje edhe nga atëherë unë këtu llogariti që është shtëpia ime. Patjetër. Faleminderit Vlera Sport për këto rekuizita sportive, për këtë skenografi të bukur që e kemi realizuar në këtë studio të improvizuar për enkas për kampionatin botror. Unë jam Edmond Thaçi, koqiri juaj, falenderoj edhe ekipin realizues të emisionit të sotëm, duke filluar nga producenti në emision Faruk Bajrami, organizator Remzi Mustafa, pjesë e redakcisë së sportit Fatos Preniqi. Faleminderit shumë Astrid Demaku, që është duke u përkujdes që sot të dukemi edhe mirë edhe të dëgjohemi pastër. Faleminderit një ekip të gjerë të cilët po e mundsojnë në realizimin e këtij emisioni. Sigurisht që sonte do të nisë seria gjysma finale e kampionatit të 23 botror të futbollit. Sonte e tham trajner që do të luhet ajo super përballje që për shumë kë konsiderohet edhe një finale para finales në mes të Francës dhe Spanjës. Po realisht nëse flasëm për rrjedhjen e kampionatit dhe curinë çush ka vazhdu, pa dosht me që ma bone pyetjen direkte të gjysmë finalen mes Spanjës dhe Francës, 2 kombëtarë ndoshta për mendimin tim më të mirat në botë, që natyrisht siç e theke, është një finale para finales dhe natyrisht të gjithë do të pajtohemi që është një ndeshje e rëndësishme për të 2 kombëtarët dhe janë 2 kombëtarë që mendoj që me merit janë këtu ku janë, ndoshta janë 2 që janë cilësuar dhe qysh nga fillimi si kandidate potenciale për fitimin e këtij botënori. Dhe mbi të gjitha është një ndeshje që ka me pas një rivalitet jashtëzakonisht madh domthonë në fushë, jo vetëm sa i përket individëve të caktuar që me të vërtetë nga të 2 kombëtarët kemi futbollistë të cilësor të jashtëzakonshëm, por në këtë ndeshje unë mendoj që kanë me vendos detajet, sepse është ndeshje që e dim gjithë e rëndësisë të madhe, sepse fituesi ka lënë në finale dhe natyrisht për mendimin tim, cillado që ka lënë në finale ndoshta ka me pas një përparësi në finale sa i përket këtij botënori dhe unë për mendimin tim njëra nga këto 2 kombëtarës që ka lënë në finale, unë mendoj që edhe do ta fitoj botrorin, edhe pse dëshira jam në këtë rast
është Anglia me fitu, për shkak që edhe ka ku gjatë, domthon prej sa e di vitit 1966, domthon 60 vjet prit. 60 vjet dhe kishte me qenë edhe për neve si Kosovë nashta në farë forme, sepse kemi një simpati dhe kena pas një përkraje më të madhe në atë kuptimin, po flasëm për kohën edhe situatën kur miqtë tanë ndërkombëtar na kanë ndihmu dhe Anglia është një prej shteteve mas Amerikës, ndoshta që meriton mas shumë të respekt dhe natyrisht edhe unë jam tifoz këtë rast i Anglisë në finale, nëse potencialisht shkon në finale edhe nëse fiton krejt botërurin. Trajner, çka e vendos këtë ndeshje duke marrë parasysh që Franca ka pas një ecuri fantastike? Realisht nëse flasëm për dy kombëtarët, atëherë përparësia është e Franca. Në bazë ndeshje, në bazë lojëve që i ka luajë, mënyrën që i ka zhvilluar ndeshjet, edhe sulmin që ka shumë më të frekshëm se sa Spanja, sepse te Spanja po shihet që pi mungon një futbollist, një sulmues që me të vërtetë din me vendos ndeshjen situata të caktuara, ndërsa te Franca kemi disa futbollistë që në momente të caktuara vendosin apo munden me shënu dhe me vendos ndeshjen. Me një fjalë, Franca është një prej kombëtarëve ndoshta më kompletune, sidomos në fazën sulmuese është një prej kombëtarëve më të mira dhe më cilësore. Po shihet që te Spanja kanë probleme domethënë sa i përket efikasitetit apo shënimit golave, edhe pse kombëtarja e Spanjës njihet si kombëtare që nuk shënon shumë, por gjithmonë arrin atë qëllimin edhe cakun ku mendon. Dhe unë mendoj që sonte ka me qenë e vështirë për Spanjën, edhe pse tash më krejt më varet shumë çka ka më varë edhe nga dy trajnerë, sidomos nga trajneri francez edhe spanjoll, sepse ne dim sot që futbolli ka evolu edhe kemi pas shumë ndeshje taktikisht në çfarë mënyre kanë lujt, dhe natyrisht aja ekip që ka me pas edhe qetësinë më të madhe sot, unë mendoj, ka me pas më të lehtë edhe me fitu, sepse nëse flasëm për individ apo kok me kok futbollist, atëherë në disa situata Franca është në përparësi, po flas, sidomos e pa ta fjalën edhe te pjesa e sulmit, sepse ka 4-5 futbollistë që qëllë do që luajnë, janë futbollistë që janë shumë të rrezikshëm, sidomos te finalizimi i aksioneve, dhe ndërsa te Spanja kemi të kundërtën, kemi problem në masa i përket finalizimit të rasteve, Po që e kanë mbrojtjen më të mirë, vetëm një gol pësuar. Këto deshta me dalë që është një kombëtare me mbrojtjen më të mirë, e dim që veç këtë ndeshjen e fundit ka psu golat, gjitha ndeshjet deri me Zvicrën ka qenë pa psu asnjë gol, dhe natyrisht kjo e bën ndeshjen më interesante, sepse në Spanjë me një mbrojtje më të fortë dhe në Francë me sulmin më të mirë, atëherë të shohim përballjen e sulmit të Francës dhe mbrojtjes të Spanjës, dhe natyrisht unë mendoj që nëse Lamine Yamal nuk është në atë formën, sepse nuk është pse ka tregu shumë formë të mirë në gjitha ndeshjet, dhe po shihet që në shumicën e lojës Spanja po munohet më varë nga ai futbollist, dhe unë mendoj që nëse Spanja sot nuk e ka përgatit ndeshjen në lojën e tyre që bazohet në grup të futbollistave, do ta ketë vështirë me Francën, sepse Franca është një skuadër që luan edhe futbollin, ka lu futbollin më të mirë, edhe më të shpejt, po edhe më të rrezikshëm sa i përket
mbrojtësve të kombëtarëve dhe natyrisht unë e pres që kjo ndeshje ndoshta edhe të jetë ma cilësore se sa të gjitha ndeshjet deri më sot dhe mbi të gjitha në fund funit le të fiton ai më i miri dhe ky kampionat po shihet që është ndryshe nga të gjithë kampionatet deri më sot që kanë qenë dhe janë 4 skuadrat për mendimin tim më të mirat këtij kampionati që kanë tregu futboll më të mirë dhe janë në gjysmëfinale. Hilli një kampionat voluminoz, shumë ekipe, shumë adrenalin, 3 shtete, është udhëtimi i gjatë nga njëri cep në tjetrin, një hyrje si e vlerëson Hilli këtë kampionat botror, aja ka qëllu FIFA apo jo? Para se të vlerësoj këtë, i tha dhe trajnerit Ajër Lushtaku, unë kisha pas dëshirë të cekit diçka nga profesioni im. Dëshira ime kishte me qenë që të jemi me ju atje, edhe të shkrepi foto. Bape, Jamal, Ken, Messi, kjo do të ishte një privilegj i madh pikërisht për mua si fotoreporter, edhe ndoshta edhe për shtetin e Kosovës një fotoreporter që do të arrin të shkrep këto foto atje. Sa i përket kombëtarëve të cilat kanë ardhur deri këtu, e konfirmoj edhe trajneri Ajër Lushtaku se me plot merit kanë ardhur 4 kombëtare të cilat e kanë merituar të vinë në gjysmëfinale. Ndoshta të ceki një befasi e madhe ka qenë për mu, mund ta konfirmon këtu dhe trajneri që është në këtë lami Gjermania, për mu ka qenë një befasi e madhe që kam prit ma shumë. Zhgënjem është ajo. Eliminimi i hershëm. Po. Eliminimi i hershëm. Po. Por është kjo që kanë ardhur 4 kombëtarët në gjysmëfinale. Unë do të lidhemi ma pak me Francën në Spanjë, po ma shumë do të flas diçka me Anglinë. Dihet, kemi parë lojën e Francës që ka një ekip fantastik, po mos harrojmë edhe Spanja, nuk e kam parë Spanjën kështu me një kondicion kaq të madh, vrapime pa ndalë, nuk kanë një lojë siç e ka Franca. Nuk e di, shpresojmë që të fiton sante me i miri, kurse sa i përket takimit me Angli-Argentinë, se pari kisha pas dëshirë që mos të përsëritet ajo them dora e Zotit në vitin 86 në Meksiko, në Aztok të Meksikos, e cila ndodhi pikërisht Argentinë-Angli, ku avancoi Argentina me 2-1, po tash kemi një tjetër Angli, po dhe të Anglia dua ta ceki, nuk e kam parë Anglinë ndonjëherë kështu, si të them, Anglinë e kam parë një futboll tipik anglez kur ka luar gjithnjë përpara me topa të gjatë. Kurse sot e shoh një Angli pak më ndryshe, disi më të lodhur, më shumë pasime të shkurta. Jo e Anglia pason me topa të gjata dhe vrapojnë lejtarët edhe dinë që shënojnë edhe kanë gjujtje jashtë 16. Keca kam pa, po Anglia gjithnjë është e rrezikshme me Bellingham, i cili po tregon një lejtar i jashtëzakonshëm, më çudit fakt edhe te Reali është një Jude Bellingham tjetër, këtu është në kombëtare të Anglisë është tjetër. Dëshira më e madhe për fanir për shtet. Po mund të ndodhë aja, po Edmondon e shoh ndryshe, këtu është Keni, janë disa lejtarë tjerë që dihen komponimi është shumë me rëndësi. Por ndoshta te Anglia edhe nëse unë mund të them që atë lodhen që e kam pa është ndoshta edhe klima, ndrimi i klimës kjo ndikon shumë. Këto mas mire di trajneri. Ja, unë ishta më ndërlidh të këto që të tha Edmundi të hyrja në fakt ose organizimi i kampionatit botëror në 3 shtete që dim gjithë në SBA, në Kanada dhe në Meksik. Është një prej kampionatave që i ka dhe më herët matë një farë forme ma i veçantë prej kampionateve të tjerë, sepse marrin pjesë edhe dihet 48 shtete, që natyrisht janë disa shtete që ndoshta asanër nuk e kanë pas që kanë me qenë pjesë e këtij kompeticioni, domthon këtij botërori.
e dim disa shtete që për mendimin tim ason edhe besoj edhe shumë njerëz nuk kanë dëgju si shtete, sikur Kepi Gjelbert e disa, por ka qenë diçka e mirë, diçka pozitive, sidomos për ato shtetet, domethënë pjesëmarrja e 48 skuadra ju ka mundësu që në farë forme t'jenë edhe pjesëmarrëse, po edhe dalin pas i shtetet që ndoshta nuk kanë qenë të njohur prej shumë popullit shumë shteteve, sidomos prej neve edhe prej shumë tjerëve, dhe natyrisht është e mundimshme, do të me pranu një realitet, sepse kur zhvillohet një kampionat botëror në 3 shtete dhe udhtojnë shumë, sidomos me aeroplana, dhe kur e dim klima, çfarë është, temperaturat e larta, dhe natyrisht disa kombëtarë i kanë pas edhe ato vështirësitë dhe problemet që janë lidh politikisht, sidomos sa e di Irani edhe Iraku më duket, që atë për mendimin tim nuk kish dasht me ndo sa i përket kur është në pyetje futbolli dhe sporti, por mbi të gjitha një kampionat që po shihet futbolli tashmë veç ka evolu, është një kampionat që taktikisht shumë kombëtare kanë bën paraqitje të jashtëzakonshme, ndoshta ka disa kombëtare ju kanë përshtatë edhe qatë GTB-s që e kanë përdorur në citata të caktuara edhe sa i përket mënyrës se si kanë me lujt, por mbi të gjitha një kampionat që duhet me vlerësu, por një kampionat që edhe i shërben shumë aspektet financiar, përfitimet që i ka FIFA në këtë rast, sepse të gjithë e dim që e dim edhe çmimi i biletave, domethënë që është enorm i lartë, dhe natyrisht në këto ndeshje, sidomos shumicën e ndeshje, unë mendoj që një shtresë e mesme apo e ulët e njerëzve nuk kanë pas mundësi që të shkojnë mi pas për shkak të çmimit të lartë, por një kampionat në përgjithësi i mirë, disa kombëtare e dim që janë, sidomos për mendimin tim, janë 2 kombëtare që kanë qenë zhgënjim, sidomos Gjermania dhe Brazili, që unë kom prit ma shumë, edhe nga Gjermania edhe nga Brazili, por mbi të gjitha një Zvicër që më ka befasu për të mirë, një Zvicër që ndoshta me pak fat ka mujt me konë edhe gjysmë finaliste, një Kroaci me një paraqitje super të mirë, dhe një gjysmë finale që thash edhe ma heret, nëse flasëm përgjithësi mënyrën si kanë lujt kombëtarët, domethënë janë 4 skuadra ndoshta që e meritojnë apo e kanë merituar me konë këty ku janë, edhe tash mbetet shihet si do të ndeshin mes vete dhe kush do jetë finalist i këtij botnori. Para se t'i kthemi përsëri trajnerit edhe ndeshjes tjetër që zhvillohet nesër, po ashtu jashtëzakonisht interesante në mes të Argjentinës dhe Anglisë. Hilli, shumë marketing, shumë kapacitete të mëdha të stadiumeve, mesatarja 65.000 ulse për ndeshje, do të thotë një e jashtëzakonshme kjo që nuk na ka rasti me pa më herët. Mbi të gjitha, sa i përket futbollistëve më në moshë, ata të cilët e kanë bërë diferencë duke marrë parasysh Messi, Ronaldo, Luka Modric, portieri i Kepis Gjelbër, pastaj edhe kështu me radhë. Do thotë si është vlerësimi juaj për ata futbollistë të cilët janë paraqit në këtë kampionat, ndoshta edhe Portugali nuk e përmendëm shumë, sepse edhe ka pas ka qenë prej pritjeve ndoshta më të mëdha në këtë kampionat. Ju e thatë të cekt që stadionet janë të stërmbushura, normal që do t'jetë të stërmbushura, ta kenë ta shohin një Mbappé, një Yamal, një Jude Bellingham, një Messi,
një Ronaldo, normal që ndoshta parat e fundit do t'i jap dikush për të prerë një bilet për të parë përse afërmi këta lejtarë. Nuk është çudi. Po ne e dimi që Amerika është Amerikë edhe ato më së shumti ka biznismen të njohur, që shkojnë edhe për atë janë stadionet e mbushura. Në anën tjetër mu më çudit fakti të Argentina. Kur luan Argentina është i stërmbushur jo vetëm me tifoz tjerë, po me tifoz të Argentinës. Kjo me lë një përshtypje të mirë, po në anën tjetër dua të ceki që Argentina disi është këtu edhe trejneri, i pam 2 ndeshjet e fundit, pak mu dok që është pak me ndihmuar edhe nga referet edhe nga gjithë, nuk e di pse. Këtë mas miri mund ndoshta të na spjegoj edhe trejneri, apo ndoshta rregullat e reja ku nuk i njohun. Unë për veten time ndoshta kisha dhënë këto rregullat e reja të cilat po aplikohen tash në këtë kampionat botëror, kisha thonë se paraprakisht të futen këto rregullat e reja, të mësohen pak lojtarët, të kështu të jenë të përgatitur të ishin të përgatitur në këtë kampionat botëror. Ju pra mendoni që është favorizuar një çik Argentina? Një çik mendoj, po me këtë mas miri mund të na the trejneri i cili merret me këtë profesion edhe ndoshta e vlerëson më mirë. Ka pas edhe reagime të shumta, sidomos në ndarjet e drejtësisë. Ka pas, sa i përket referimit, unë mendoj që ka pas disa gabime në disa ndeshje, që nuk më me thotë që kanë qenë qëllëshme, sepse nuk besoj që është shumë e drejtë me marrë një përgjegjësi me thotë që kanë qenë qëllëshme. Ndoshta Argentina, të gjithë e dim që ka pas edhe reagime, edhe është përful shumë që sa i përket sidomos referimit, ndoshta është ndihmu në disa raste apo ka pas një fare ndihmese që në futboll ka njëherë varet edhe si shohëm nga jashtë, por edhe pse edhe për mendimin tim, ndoshta këtu nuk janë ndeshja edhe sidomos ndaj Zvicrës, ndoshta ka pas një lëshim të lehtë nga unë e referit, por rregullat e reja nëse janë ato rregulla dhe i vendosin apo i kanë bërë, atëherë janë gjithçka okay, po nëse nuk një rregull që për simulim domethënë që ndodh jashtë 16 metrishit, atëherë për mendimin tim një farë formë është dëmtu Zvicra dhe sigurisht po të kishte qenë Zvicra me 11 futbollist deri në fund ndeshjes, unë mendoj që Argentina do ta kishte jashtëzakonisht shumë të vështirë domethënë me ardhur deri te fitoria, edhe pse u pas që Zvicra mas barazimit dhe mas shënimit golit e morë edhe ndeshjen, edhe lojën dorë dhe në çdo moment. Kjo ka mundur të ndikojë drejt për drejt në rezultat. Unë mendoj që po të kishte qenë Zvicra mos të kishte psu karton të kuq, unë mendoj që Zvicra shumë lehtë ka mund të jetë gjysmëfinaliste e këtij botëri. Gjyqtari Letexier nga Franca që ka drejtuar takimin Argentinë-Egjipt, sipas informacioneve vinë që është larguar, do të thotë është në shtëpi. Por megjithatë janë pak gjyqtarë tashmë që do ta ndajnë drejtsinë sepse kemi ndoshta edhe pak ndeshje. Unë shpresoj që mos të përsëritet e thash aja dora e Zotit, se kjo është tash një gjysmëfinale. Dua që këto ndeshje gjysmëfinale dhe finale të shkojnë sipas rregullave sportive. Argentina ka kërkuar nga FIFA të luajë me fanelat e dyta. Po pikërisht në atë ndeshje kundër Anglisë. Se fituan 2-1. Edhe ju ka aprovuar sa e lexova dikon edhe natyrisht ata mendojnë që ka njëherë është edhe me menduar të fati, edhe të një diçka që e kanë arritë domethënë në finale që e kanë fituar me atë golin e famshëm domethënë Maradonës.
Dhe natyrisht ka njëherë janë disa situata që besojnë kombëtarët dhe natyrisht është njëni ato rastësisht nuk besoj që kanë kërku me lume ato fanela, por besoj që ata kanë mendu edhe me mendu edhe tek futbollisti i tyne që e kanë idol Maradonën, po edhe ta janë ndeshje që me pas një motiv shtesë për vetë futbollistat dhe vetë kombëtarën përgjithësi, që besojnë që edhe unë mendoj që është pozitive sa i përket aspektit sportiv, dhe mbi të gjitha unë mendoj që kjo ndeshja Argentinë-Angli do t'jetë me veçantë se sa ndeshja Francë-Spanjë, sepse e dim të gjithë që Anglia e potencua edhe të më herët 60 vite, Malta është janë që nuk ka qenë as në finalist sa e di edhe nuk e ka fitu këtë botëndor, ndoshta është një moment, apo është kur nuk ka qenë që 60 vite më afër që ta prek finalen edhe me pak fat edhe me pak seriozitet më të madh, unë mendoj që shumë lehtë mundet me ndodhë që edhe Anglia me fitu këtë botëndor. Trener, ekspert të futbollit, ndoshta një fije paji ja hedhin edhe trajnerit tuel, duke marrë parasysh që nuk e kaftu në kombëtare dy prej fantazisëve që sipas shumë njerëzve po i mungon Anglisë. Është Foden dhe Palmer. Është vërtet edhe unë vetë jam befasu pse nuk i kaftu ata dy futbollistë që mendoj që kanë qenë ju kanë dashur kombëtarës angleze, por treneri ndoshta e di më mirë sepse ai është aty më afër edhe i ka analizuar të gjithë futbollistët dhe për mënyrë e ka përgatitur edhe kombëtarën për mënyrën se si ka me luajtë edhe besoj që i ka ftu futbollistat që ju kanë dashur dhe ju kanë përshtatur mas shumët edhe mas mirë sa i përket edhe skemës edhe mënyrës që ka me luajtë, sepse ne shohim që një Angli ka vështirësi sidomos me 11-shën e parë, por gjithmonë kur i bën zavendësime e arrin e ndryshon edhe ritmin e lojës, por vjen edhe deri te shënimi i golave dhe deri te rezultatet dhe me arrit me marrë fitoren. Ka ndodhur në disa ndeshje që ndrrimet e ka ndryshuar edhe rrjedhjen e lojës, po edhe mënyrën dhe kanë ardhur deri te një kombëtare që ka qenë shumë më rrezikshme, sepse ndoshta edhe është strategji e vetë trenerit Tuchel që për me përgatit ose me në atë formë, në atë mënyrë edhe po del që ka pas drejt edhe është në rrugën e duhur. Deri me tani po flasëm, tash mbetet shihet sepse kjo është një test edhe për trenerat në farë forme, jo vetëm për Tuchel, po për gjithë trenerat që janë në këto 4 kombëtare, ka me qenë një lloj testi për mënyrën se si kanë me përgatit ndeshjet edhe si kanë me qas ndeshjeve ndaj kundërshtarëve. Ili, sipas informacioneve që kam, natyrisht kam gjurmu pak a shumë litët që janë rreth 2000 fotoreporter në këtë kampionat botëror. Numri nuk e di sakt, por aty është, do të parafërsisht marrim pjesë që është numër rekord në një kampionat botëror. Është fatiket që nuk janë 2001, të isha dhe unë ato. Ne e di me mirë në Bratislava, ishëm e Radio Kosovën, fituam ndeshjen Kosova, dhe posa mbaroj, posa fituam atë ndeshje, ne filluam organizimin pikrisht me Edmond Thacin, që të organizojmë, të gjejmë donatorët, edhe menduam që do të kalojmë edhe Turqinë edhe do të jemi në Amerikë, por fati nuk e deshti, edhe futbolli është përket, është interesant. Sa i përket lojës ta cek edhe njëherë Angli, unë e dëshiroj se 3 ndeshjet e mbroma, po m'duket që ka luajtur Anglia gjithnjë, është paralajmëruar se do të vjen një ciklion dhe erat e forta
Këtë u shpresoj që Po, ndeshja para kësaj edhe u shty për disa u orë. shtyje, që nuk shtyje të jetë mot i mirë, tamam për lojë, ashtu si që ju Pak të konvenon. nësoj informacioni deri tash. Anglezëve në fakt ju konvenon aso kua me shi edhe me shi erë, edhe. sepse ndoshta pjesën më të madhe si kampionat që luhet në Angli, luhet mas shumë të një kohë që ka dhe shi edhe është temperaturat jush që janë shumë të larta. Nëse sidomos nuk i konvenon ndoshta për mendimin tim temperaturat kur të janë të larta dhe që është prit këtë ndeshjen para prokës që është menduar që do të shtyhet mu për shkak temperaturave të larta, por ndodhi janë kombëtarët që tash më do të më përshtat jo vetëm kohës e temperatura, po gjithçka që domthon duhet të jenë të përgatitur maksimalisht në tanë aspektet sa i përket këtyre ndeshjeve, sepse nuk mundesh me mendue shumë, por janë 90 minuta dhe mrena këtyre 90 minuta o domthon lunë për vend tret o shkon finale. Do thotë kjo ndeshje luhet në Atlanta, të SBA-ve, do thotë një pjesë e jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk është paralajmëru ndonjë frym ose gjëra të tjera, kurse ndeshja sonte do të luhet në Dallas, kështu që është stadiumi i mbyllur. Po, nuk aty ka janë problem. kushtet me domthon aty klimatizim. nuk varet pe kushteve atmosferike, është nxehtë apo me shi, dhe është një stadion që të gjithë e dim, kemi lexuar që i plotson domthon tana kushtet për një ndeshje tillë që është një gjysmëfinale që me të vërtetë ka me qenë unë mendoj që ka me qenë finale para finales dhe mendoj që shumë e rëndësishme ka me qenë për shikus po flas në aspektin sportiv për me shikusin ndeshje kjo ndeshja France-Ponce sa ndoshta finalja që ka me kanë pavarësisht cilla do që shkujnë tash sepse ne mund t'jepi mendime, por gjithçka është e mundshme, domthon gjitha rezultatet janë të mundshëm apo është gjithçka e mundshme si Spanja, si Franca me kalu domthon sepse nuk mundesh me dhënë edhe pse unë po them e ka një përparësi Franca mu për shkak se ka sulmin më të mirë edhe ndoshta në këtë kampionat është një kombëtare që po luni futboll pak më të shpejtë se sa kombëtare tjera dhe ndoshta kjo ja jep atë përparësinë e lehtë sepse në këtë ndeshje nuk mundem shumë me thonë se ka përparësi të mëdha, po e ka një përparësi të lehtë mu për shkak se ka një sulm të frikshëm dhe të jashtëzakonshëm me Francën. Trener je prej atyre që e njeh edhe biznesin mirë. Po flitet që deri në fund të kampionatit botror FIFA të arktoi deri në 15 miliardë. Gjë që kjo mund të rritet duke marrë parasysh që për herë të parë finalja do të jetë më e gjatë, sepse e dim amerikanët Super Bowl, do të thotë atë rugbyn amerikan që e kanë, pastaj ndeshjet e bejsbollit edhe NBA basketboll gjithmonë janë më të gjata pushimet që për herë të parë do të aplikohet edhe në futboll. Por realisht e kanë thonë edhe shumë ekspertat të asaj fushë që ky kampionat ka me qenë një ndër kampionatet më fitimprur, sidomos po një kampionat që ka me e thash edhe më herët, po them që ka me pas përfitime të jashtëzakonshme, domethënë Dy fishi se sa në Katar. po edhe po shihet unë e tham veç nëse flasëm për çmimin e bileta, e mos flasëm i kem ndeshjen që domthon me ato pauzat të hidratimit që ato të gjitha janë reklame sepse ne të gjitha nuk i dim, po vetëm për ato që ka shohim nga jashtë, shumicën e citata të reklamave dhe të biznesit që bën, faktikisht nuk i kem unë për vete personalisht nuk kam shumë informata, po gjithmonë nga ato që ka lexojmë dhe shohim, dhe unë mendoj që ka me qenë e vështirë që një kampionat botëror mund të ketë përfitime se sa
ky kampionat që mbahet në Amerikë, në Kanadë dhe në Meksik, sepse mbahet në 3 shtete dhe në 3 shtetet që gjithmonë ka largësi të madhe dhe kombëtarët edhe tifozët ju bjen shumë me lëviz apo me udhëtu, dhe natyrisht janë reklamat ato që janë që bojnë, që paguhen mas shtrejti, e dim në shtetet tjera, sidomos këtë kampionat botnor ka shumë reklamat që me të vërtetë gjithë jemi ka i përcjellëm edhe ka i shohëm edhe ka i besojmë që ky kampionat në farë forme Kam i thy gjitha në rekord. farë forme leq kam i kry gjitha rekordet, po ka kalu edhe në atë biznesin që biznesin fitimprës për vetë shtëpinë e FIFA-s. Edhe në të tjera këtu të trajneri, dihet kush është Amerika. Presidenti Trump nuk e ka thonë Më duket se pas të majicën e flamur të mërë. Po. Se nuk është po që atër për i fillim. Kam pas Rastisht e po. Edhe unë ta them të drejtën, ne kemi biseduar në përmes telefonit me ju, kam pas dëshirë që të vi Amerika dhe kam pas një bindje që të vi Amerika deri në gjysmë finale. Por ne e dimi kvalitetin e futbollit amerikan me evropian, edhe tham se kanë ardhur 4 kombëtarë të cilat e meritojnë. Sa i përket reklamave, bizneseve, fitim prurse, këto gjëra, këto e ka thonë edhe presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në biznes do të investohet 60-70%. Edhe kjo të bind fakti se nuk jemi në një shtet si që është Katari, si qapo dione, po jemi në një shtet ku është numër 1 në botë. Edhe përket janë reklamat edhe bizneset të cilat dëshirojnë të reklamojnë bizneset e tyre, edhe përket janë fitimet e mëdha në këtë kampionat. Unë e deshta të lidhëm të trajnerë vetëm sa ndëgjova presidentin e FIFA-s që së shpejti ndoshta jemi duke biseduar për gjallë të 4 kombëtarët e morrin pjesë. Kisha pyet trajnerin, a është kjo e mirë që në kampionatën e ardhshëm të jenë gjallë të 4 kombëtare. Kampionati ardhshëm bëhet në Spanjë, Portugali dhe Marok. Se e vlerësoni ju këtë? Unë nuk e mendoj që ka me ndodhë kjo, sepse unë mendoj që bëhen, për mendimin tem, janë shumë 64 kombëtare në Por megjithatë trajner Evropa po pëson më shumë ti. Po nëse Sepse kjo ndodh, dhe thash edhe ma herët për disa shtete që të vogla, kjo ka me qenë jashtëzakonisht e mirë dhe në të në aspektet, jo vetëm si pjesëmarrëse, por shtetet gjithmonë fitojnë edhe federatat edhe kombëtarët dëmanë që nëse neve në japet mundësia si Kosovë edhe t'jenë 64 kombëtare në një kampionat botnor, atëherë shumë shtete, apo pak shtete kanë me mbejtë dëmanë të Evropës që Nuk do të morën pjesë. nuk do t'jenë Megjithatë më pjesëmarrëse. hendikepuari është Evropa, sepse janë vetëm 3 ekipe më shumë nga kontinenti evropian në këtë kampionat botror. Po tash faktikisht Gjë që kjo është pa mundësu shumë ndoshta shtete të është se është edhe kampionati evropian, dhe në kampionat evropian edhe kampionati botnor dallon, dhe e dim që është edhe anej që mahet kupa e Afrikës edhe e Amerikës, por unë mendoj që futbolli nuk zhvillohet por këtë në fakt po shihet që është më rëndësi më rrit numri që me kanë pjesëmarrëse dhe faktikisht me fitu një farë forme apo më zhvillu si Mi dhon kontore, mundësia mi dhe dhon duke. mundësia siç ka ndodhur domon te Conference Ligas që morrin pjesë skuadrat më të vogla për shkak që ka një lloj fitimi në aspektin financiar dhe natyrisht me zhvillu me bo ma interesante edhe vet ligat, po edhe kampionatin për shkak që pjesëmarrjes së shumë shteteve që ndoshta unë e thash më herët.
Nuk besoj që disa shtete që kanë qenë pjesëmarrës Asanor që kanë po ata vetë me qenë, po mos kishte qenë ky numër i madh, domthon 48 kombëtare, ato nuk shënon shprehje të madhe. Sot nuk shumë dëgju për ato shtete, ne ku jemi sot ulën këtë. Edhe kjo është e mirë që kanë me dalë shumë kombëtare të vogla, domthon në pa, edhe nëse kampionatin botëror sa i përket kombëtarëve apo shteteve të vogla që mund të jenë apo ta kenë mundësinë me marrë pjesë, unë mendoj që kanë me shfaq futboll të mirë, ka me dha mundësia domthon që me pas edhe talenta që dalin nga ai kampionat botëror, nga ato shtetet e vogla dhe natyrisht përfitojnë jo vetëm futbollistë, po edhe skuadrat, edhe federatat edhe shtete, dhe në përgjithësi do të jetë një diçka e mirë edhe shumë pozitive, sidomos për shtetet e vogla ose shtetet e pazhvilluara të Evropës. Shpejt shkojnë minutat, vetë fakti që shkojnë këto minuta, kjo është dëshmia më e mirë që biseda ishte shumë interaktive dhe po besoj shumë që edhe cilësore, sepse ata cilët na dëgjuan dhe na shikuan drejt për drejt në adresën tonë në zyrtarët e Radio Kosovës në Facebook. Unë do të kënaqem me këtë. Hilli po? Po, vetë kështu atë është një mekat i madh se nuk është kontore italiane ato, si jemi mësuar me kontore italiane gjithnjë që ka prodhuar, ka pas po flitet që Guardiola janë bisedime me Guardiola. Edhe ne shpresojmë taki ashtu që nëse Guardiola më merr mendja që do ta kthen Italinë aty ku e ka vendin, jemi mësuar që ta shiqojmë kampionatin evropian. Unë mendoj që është shumë e vështirë që me bin Guardiola, domthon më bë. Paolo Maldini është emëruar drejtor general i kombëtarëve. Në futboll edhe në këto situata asnjëherë s'do të më thotë që nuk janë të mëshme, sidomos sikurse të rezultatet e një ndeshje që janë 3 rezultatet, edhe këtë shumë lehtë mundet me ndodhë që Guardiola me qenë treneri i Italisë, nëse dihet është i kushtueshëm, është një trenerëve. Italia do të jetë një këshire kampionatit evropian. Nuk besoj që ka problem Italia sa i përket aspektit financiar, dhe mendoj që ka me fitu jashtëzakonisht shumë nëse veç arrin me bindën e trener si që është Guardiola, që me kanë apo më bon treneri kombëtarës italian. Faleminderit shumë, trener Tahir Lushtaku, që erdhe dhe na nderove me pjesëmarrjen tuaj në emision. Faleminderit objektën. Faleminderit Hilmi Veliu, Hilli, faleminderit shumë për prezencën tuaj, gjithmonë i gatshëm na përgjigjet. Faleminderit tjera, ndoshta më mirë do të ishte këto lloj emisione është i mbajnë drejt për drejt nga stadionet ku mbahen kampionatet evropiane. Shpresojmë, lumgoja. Faleminderit shumë Tahir Lushtaku, faleminderit Hilmi Veliu. Ishim drejt për drejt në valët e Radio Kosovës, njëkohësisht edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook. Sonte në orën 20, Drita do të luajë takimin kthyes në Ligën e Kampionëve në futboll kundër skuadrës lituaneze Kaunas Žalgiris, e cila do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri, por megjithatë, për shkak të pamundësisë sepse jemi tashmë në prag të finales së madhe që Radio Kosova do të ketë edhe program special në prag të ndeshjes finale që do të zhvillohet të dielën nga ora 21. Edhe njerë faleminderit Vlera Sport për këtë mundësi që ta kemi këtë skenografi të bukur në këtë studio të improvizuar Enkas për kampionatin botëror. Faleminderit edhe Kreshnik Qarkagjiut dhe ekipit tjetër që mundsuan realizimin e këtij emisioni. Faleminderit për momentin, do të takohemi sërish nesër në të njëjtën kohë dhe natyrisht me temën e njëjtë, por me panelistë të tjerë. Faleminderit për momentin, vazhdoni të shoqëroni edhe më tutje me programin tonë. World Cup na RTK Radio.